Kush është më e bukur? Luana Vjollca, Belinda Balluku apo Zegjina Caushi? Çfarë mendimi ke për Luanën si aktore? Yll bote. A mendon se do të arri me sukses filmin që do bëj tani? Normal. Po sigur nga filmi merrte pjesë politik për shkak. Goca si po flasi për SPAK, çfarë është SPAK? Më të kuptova. SPAK. Të SPAK. A ku di unë? Che vuol dire? Jo. Se vedi cos'è lo SPAC? No, è una spa. Po Luana Vjollca. Ajo që bë kushlon me mua. Është shkrimtare, bën libra. Ajo ka transmisione. Transmesion? Nuk më pëlqen. Si që shikoni, Hollywoodi është nëna e kinematografisë botërore dhe në qoftë se ajo është frymëzuar nga filmat e Hollywoodit që s'mund të lam pa përmendur Jennifer Lopez, që nga këngëtare u bë aktore, s'mund të lam pa përmendur Angelina Jolie, po ashtu dhe shumë të tjerë. Ku di ngjan më shumë? Pamja e saj fizike, do të thonë, është tërheqëse dhe është në statusin e duhur, do të thonë, të kërkesave që shohin meshkujt dhe duhet patur parasysh tani që roli i saj do jetë dhe pamja fizike dhe teksti. Si duket si pamje fizike? Tani varet te regjizori se si ja përshtaten, do të thonë, tekstin dhe veshjen me trupin e saj. Schibidi Boppie e Forza Napoli, sempre. Forza Roma. Ciao. 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 Një nga personazhet më të famshme të ekranit televizioneve shqiptare, siç është Luana Vjollca. Thoshte edhe për legjendën. Nga legjenda është personazh tjetër. Janë të dy legjenda, dhe Luana është legjendë dhe legjenda është po legjendë. Nga një personazh i famshëm që e shohin nëpër ekranin shqiptar që ka drejtuar emisione ndryshme, tani do marrë pjesë në një film komedi aksion. Ti vetë si ndjekës i gjitha mediave, çfarë mendimi ke për Luanën si aktore? Po, Në çfarë mendimi ke pas njerë si imazh, pastaj si aktore? po përshëndesim të gjithë shikuesit e emisionit tuaj dhe duhet ditur që pyetja është inteligjente. Atë e di. Duhet patur parasysh tani që njerëzit shohin se si vishet, çfarë han, ku punon, çfarë shkon, dhe kjo e bën që njeriu të jetë i përsosur në vetvete. Dhe tani nëse kinematografia e tërheq atë për të vazhduar karrierën e saj politike apo kulturore, është diçka pozitive, duke patur parasysh që siç e shikoni, Hollywoodi është nëna e kinematografisë botërore dhe nëse ajo është frymëzuar nga filmat e Hollywoodit që s'mund të lam pa përmendur Jennifer Lopez, që nga këngëtare u bë aktore, s'mund të lam pa përmendur Angelina Jolie, po ashtu dhe shumë të tjerë, do të thonë, që nga shtetet e tyre si Kina, India, ka shkuar dhe janë bërë të njohur në Hollywood në kinematografinë amerikane. A imiton kjo Angelina Jolien dhe ato tjetër që Jennifer Lopezin? Po fizikisht, Ku di ngjan më shumë? pamja e saj fizike, do të thonë, është tërheqëse dhe është në statusin e duhur, do të thonë, të kërkesave që shohin meshkujt dhe duhet patur parasysh tani që roli i saj do jetë dhe pamja fizike dhe teksti. Si duket si pamje fizike? Tani varet te regjizori se si ja përshtaten, do të thonë, tekstin dhe veshjen me trupin e saj, që filmi të ketë sa më shumë shikues, do të thonë, ndjekës, dhe kjo do ishte diçka pozitive, pasi filmi shikohet breza për breza dhe do ngelet, do të thonë, i skalitur në kinema, do ngelet i skalitur në televizione dhe siç e dini edhe në YouTube, do të thonë, që shikojnë njerëzit për qejf, do të thonë, filma të tillë. Fundit Luanën e kemi parë tek Ferma VIP. Si të zhdukur ty si personazh? Pra ti Fermën e shikoje për atë që transmetohesh apo për imazhin që jepte ose shfaqjen që jepte Luana? Më fal që t'ju them, po Ferma VIP unë nuk e kam parë, pasi unë jetoj në Francë
Dhe Transmetohet dhe atje. në ato momente isha i zënë me gjëra tjera, po për Big Brotherin, domethënë vip 3-4 i kam pa, ndoshta merr pjesë te 5-a, mbasi është një personazh i dashur për shikuesit e televizionit dhe kështu që mund të jepet edhe një mënyrë tjetër, domethënë që të shpalosë bukurinë e saj dhe të jep mendimin e saj, domethënë për një zhvillim më të madh të Big Brotherit. A ti do doje që Luana të merrte pjesë te Big Brother? Po, pasi ferma VIP. Çfarë të shtyn ty që ta shikosh Luanën te Big Brother? Po, së pari se si i sheh ajo gjërat, si i komenton, se si është jeta e saj, se ne nuk dim asgjë për jetën e saj familjare, jetën e saj private, vetëm çfarë shohim nëpër ekrane, domethënë, e çfarë ata 5 minuta, domethënë, nuk është se dim ulësira, detaje. Nuk di asgjë për Luanën nga jeta e saj private? Është e lidhur, është e martuar, është Asgjë, fëmija, po s'ka fëmija. unë s'para shoh në rrjetet sociale pasi kam ndjekës të tjerë, domethënë që marrin shumë kohë, edhe por mendoj që është një emër që nuk është i panjohur për publikun shqiptar, dhe kështu që secili ka një lidhje me të, qoftë shoqërore, qoftë në rrjetet sociale, qoftë si kolege pune, domethënë, dhe ose si këshije, gjithçka tillë. Po sigur nga filmi merrte pjesë politik për shkak. Po do ishte pozitive A është i politikane denj Luana? pasi gjëra të tilla ndodhin në Parlamentin Evropian. Ishte një youtuber si që keni ti si profesion, domethënë, që kishte 2 milion, 3 milion shikues dhe u bë deputet në Parlamentin Evropian. Dhe kjo është, domethënë, diçka që mendja ka ëndë e saj pozitive. Pavarësisht Florbina më duket. Pavarësisht se ka bulizime e gjëra, po në përgjithësi, domethënë, për këtë ishte diçka pozitive, pasi e bëri që të jetë nga një i fshehur në një studio i vetmuar, në një politikan që do ngelet për 4 vite në historinë e Parlamentit të BE-s. Çfarë do ta bënte Luana që të fitonte vota nëse i hynte politikës? Po s'pari është si ajo deputetja Reme Lala e Peshkopis, që nga bukuria, domethënë, e bën deputete, pavarësisht se ishte me PBDI-n, me një parti që të minoritetit grek, që s'para njëje, dhe duhet patur parasysh që varet se për çfarë mënyre ja e votën, ja e për bukuri, ja e për tafërm. Zgjineja po. Si fitoi? Po, Zgjineja e përkrau partia, e përkrau kryetari, e përkrau në tafërmit, e përkrau në vetë qytetarët dhe u bë, domethënë, deputet. Përkrau dhe gazi. Edhe ai, po nëse Luana Vjosa do ishte në listë të mbyllur, atëherë ajo ishte mos e sigurt që do ulej. Po edhe nëse është në listë hapur, ai përsëri e fiton me sharmin, me bukurinë e saj, domethënë, gjë që është pozitive si për politikën, po ashtu dhe për parlamentin, se nuk do të ketë gjithmonë moshat vjetra apo njerëz të shëmtuar. Kush është më e bukur? Luana Vjosa, Belinda Balluku apo Zegjina Caushi? Po të treja këta, domethënë, me bukurinë e tyre natyrore të manisin, po meqense zonja Balluku si ministre është pak e shkëputur nga realiteti i bukurisë. A ka çfarë ka bërë për bukurinë? Po, është e vërtet. Tani edhe këngin zorën së fundi që me gjakun e fëmijëve tane u zbukurove, u bëre, domethënë ishte. Që më dole këtu, më thua një mendim shkurt Belinda Balluku. Po, zonja Balluku Çfarë po ndodh me atë person? kthehet këto ditë nga Bullgaria pasi është në një vizitë. Ti e dolin në Durrës. Paska. Prezantoi drejtorin e ri të portit Durrës. Po. E ndërkohë që Spaku e pret vazhdimisht, i thot hajde paraqitu, ke bërë shkelje, Është e vërtetë që që çfarë duan, hajde me një avokat. Po avokati çfarë duan? Opozita nuk e lëshon. Nuk e lëshon Ballukun pasi opozita pra pasi ka dosje, domethënë, si që thot vetë opozita solide. Pra, Balluku ka dosje solide për opozitën. Opozita ka dosje solide
në shkeljet e Ballukut, do të thonë në tenderat e rrugëve, në tenderat e mendoj mos kishte interes opozita që ta mbante Ballukun, mos ta lëshon. Aeroportit, do të thonë, po duhet patur parasysh që Lali Erin opozita e hoqi nga bashkia, pasi Dali opozita me Ballukun? 20 protesta, nuk e di nëse mobilizohet opozita si be Lali Erin që dalin para Ministrisë Infrastrukturës çdo javë, atëherë spaku detyrohet që të vije dhe ta merr me veten makina aty dhe ta çon ndursa, ta çon. Do ja arrit thua spaku ta marrë me forcë? Po, se Sa shefti si si mjeshtri i audiencës. Përderisa spaku javën e kaluar, do të thonë, e ka aktivu dosjen e saj. Tani ka diçka që nuk shkon, do të thonë, edhe spaku, se ndryshe ajo spaku edhe e klason dosjen, do të thonë, pa u fut në detaje, por nëse problemi është bërë publik, do të thonë, atëherë dihet që ata din diçka. Dhe kështu që zonja Balluku mendoj nga fundi i vitit mbaro punë me ministrinë dhe kështu që siç e tha dhe kryeministri Rama që drejtësia ka punën e saj, ne kemi punën tonë, do të thonë, që i ka dhënë dritën jeshile kryeministri Rama spakut për të vazhduar hetimin me zonjën Balluku. Për ta mbështetur këtë që sapo thatë ju, dje për shembull Balluku doli live në Facebookun e saj nga prezantimi i portit të Durrësit, ndërkohë që Rama çdo live që kjo bënte e pasqyronte faqja vet, dje nuk e pasqyroi. Po duhet ditë që nëna ime ka qenë deputete. Dhe kështu që politikën unë e kam gjak. Duhet patur parasysh tani që edhe Lali Eri me kryeministrin Rama ishin në te varrezat e dëshmorëve të kombit me 5 maj. Dhe të nesërmë, do të thonë, erdhi spaku dhe e mori të zyra. Do të thonë, zot thot gjë ajo bashkëpunimi, opinioni gjë, deri në sekondën e fundit, derisa spaku, do të thonë, të arrit po të veproj, do të thonë, që të shfuqizoj nga çdo forcë politike që ke, do të thonë ti je aktiv deri në momentin e shkarkimit. Ka dhënë afat deri të premte. Po do të patur parasysh që më vjen keq për zonjën Balluku, pasi fillimisht e shikoja si një njerëz të sinqert, si një grua e motivuar, e devotshme. Pra që nuk mendon se kjo ka bërë vjedhje apo? Po vjedhje tani ju e pa me Alda Klosin që ju gjetën 500.000 euro. Ai pastrusja që shkonte e pastronte aty, e kush e di sa janë fshehur, do të thonë, korrupsioni, do të thonë, është diçka që të tërheq, vetë ju, sot merr 5, nesër merr 10, pastaj se mësohet edhe se kontrollon më veten, Besoj Balluku s'bën pjesë të kjo. Po përderisa opozita thotë që 1 kilometër rrugë kushton më shumë në Shqipëri se sa në vendet e tjera të Ballkanit, do të thonë që kemi terren të vështirë, gjithë ato ura që duhen. Po mendoj që rrogat janë rritur, se vetë po këta rritën rrogat. Po, po jemi me 300.000 lekë punon më ndërtim. Po është e vërtet, do të thonë që zonja Balluku si ministre, do të thonë, ka pasur peshën e saj në vendime dhe duhet patur parasysh që nëse analiza që do i bëhet asaj në detaje do bie ndesh me prononcimet e opozitës, atëherë dihet që zonja Balluku s'mund ta vazhdojë më këtë detyrë, por do t'jap dorëheqje me iniciativën e saj, dhe jo që t'i thotë qeveria Rama 4 që je e pushuar apo të zëvendësojmë. Pasi siç e pat edhe me ministrin e financave Arben Ahmetej, që vazhdoi të punonte deri në momentin që u largua dhe nuk u kthye më. Dhe kështu do të ndodhë, domethënë, dhe me ministrat të tjerë që e vazhdojnë këtë trajektore dhe fillojnë me zigzake. Duke qenë se spaku ka për dyer thirrje asaj. Herën e parë su paraqit, herën e dytë tha duhet paraqitesh me një avokat dhe tani së fundi ka dhënë afat deri të premten që duhet paraqitesh me se s'bën spak. A mendon se edhe Balluku do arratisë si punë Tigrit? Po ultimatumet spaku i jep dhe i vën jetë, pasi është forca e saj, domethënë. Me Tigrin. Po nëse spaku këmbgul që ajo duhet paraqitet në spak, ajo është e detyruar që të paraqitet në spak, pasi siç e dini spakun
e ka bekimin e SBA-ve, ka bekimin e BE-s dhe të Anglisë, është mbi politikën në këtë rast. Dhe zonja Balluku nuk është se ka forcë që të shfuqizoj spakun deri të premten. Po Rama ka forcë? Rama është imazhi i Shqipërisë, ashtu siç e ka forcën në SPAK, ashtu e ka forcën në parlament, ashtu e ka forcën Rama t'i marrin telefonat të SPAK-ut të thotë, alo, Belinda do ikë këtë ditë, mos arrestohen. Po nuk arrestohet, se bashkëpunimi i SPAK-ut me qeverinë është në interes përbashkët. Nëse ne na ul një dënimi i saj, atëherë do ishte më e favorshme që ajo të gëzonte liri. Dhe është ne s'ta kushton gjë që ajo të jetë e lirë, pasi siç e dini edhe Berisha ishte një vit në arrest shtëpie dhe tani së fundi shëtitën jo parlament, jo në BE, jo gjithçka Dolet e Berisha tani është ngritur me një lumë akuzash për Ballukun dhe sipas tij, pretendon që Balluku do që të marrë aeroportin e Vlorës. Ti si mendon? Është e vërtet kjo që Balluku kërkon që të marrë aeroportin e Vlorës, do të bëjë një puç Pacollit? Po tani siç e the edhe vet, Bexhet Pacolli është i bllokuar në çështjen e aeroportit dhe nuk mund të vazhdojnë më si investues dhe si pjesëmarrës në ndërtimin e portit të Vlorës, por duhet patur parasysh që zonja Balluku çdo vendim që ka marrë e ka bërë me dijeninë e kryeministrit, me dijeninë e kolegëve të saj, me dijeninë e stafit, ku ajo ka organizuar, që drejton ministrinë. Dhe duhet patur parasysh që mendimi i saj ka qenë i vyer, ka qenë i gabuar. Këtë e vërteton vetëm opozita, pasi ajo opozita është ndjeni të gjitha punës së saj, Ti mendoj që do që ta marrë aeroportin e Vlorës? Po aeroporti i Vlorës do ishte mirë që të përfundonte, pasi është një gjë që na intereson të gjithëve, që nëse ka një udhëtim Londër-Vlorë apo Washington-Vlorë, është edhe diçka pozitive në ekranin gjigant të aeroporteve, që tjetë edhe Vlora të shënohet si diçka. Edhe do ishte mirë që të përfundonte, pasi siç e dini, Vlora është zonë turistike dhe do ishte shumë më mirë që njerëzit nëse rezervonin për Vlorë të mos shkonin në Rinas, pastaj shëtisin për Vlorë, të humbnin kohë ashtu, po zbrisin direkt aty dhe do ishte si qytet shtet Vlora. Dhe kjo do ishte diçka pozitive. Gigant. E ka Kuksi përse jo Vlora.